Horoskopi ditor, e mërkur 11 shkurt 2026. Dashi. Rreshtimi i Marsit dhe Merkurit po ju nxit të përqendroheni në komunikim. Është një ditë e shkëlqyer për të paraqitur ide ose për të zhvilluar ato biseda të rëndësishme që i keni shtyrë. Mund të zbuloni se njerëzit janë më të hapur ndaj sharmit dhe entuziazmit tuaj. Megjithatë, keni kujdes nga mendimet impulsive, pasi Merkuri mund të shkaktojë shqetësim. Një lidhje e thellë dhe kuptimplote që filloni tani mund të lulëzojë bukur. Në çështjet financiare, respektimi i një buxheti do të shpërblehet, veçanërisht pasi mund të lindin shpenzime të papritura. Nga ana shëndetësore, kanalizoni energjinë tuaj të tepërt përmes aktivitetit fizik për të mprehur fokusin tuaj dhe për të rritur produktivitetin. Në frontin shtëpiak, merrni në konsiderat balancimin e impulsit tuaj me ndjeshmërinë ndaj ndjenjave të tjerëve. Konteksti ka më shumë rëndësi se sa e kuptoni sot. Ndërsa mbrëmja ju thërret, relaksohuni me një hobi krijues për të shfrytëzuar motivimin e zjarrt të ditës. Ushqeni marrëdhëniet tuaja dhe lejoni që leadershipi juaj natyror t'ju udhëheqë të tjerët në mënyra pozitive dhe inkurajuese. Demi. Sot ka të bëjë me gjetjen e ekuilibrit dhe harmonisë, ndërsa Venusi vallëzon në tabelën tuaj. Marrëdhëniet tuaja janë në qendër të vëmendjes, duke ofruar një shans për të zgjidhur keqkuptimet dhe për të thelluar lidhje. Jini të hapur për bashkëpunim, qoftë në një kontekst personal apo profesional. Është një ditë e mirë për planifikim financiar. Rishikoni buxhetin tuaj dhe merrni në konsiderat investimet e ardhshme. Ndërsa ju shijoni natyrshëm rehatit, është e mençur të mbani nën kontroll kënaqësitë për të shmangur shpenzimet e panevojshme. Sa i përket shëndetit, përqendrohuni në aktivitete mbështetëse si yoga ose meditimi për të ruajtur ekuilibrin. Në dashuri, shprehni ndjenjat tuaja sinqerisht për të forcuar lidhjet, komunikoni hapur me partnerin tuaj. Sa i përket karrierës, natyra juaj e palëkundur dhe vëmendja ndaj detajeve shkëlqejnë, duke ju lejuar të zbatoni ndryshime të qëndrueshme në punë. Megjithatë, shmangni kokëfortësinë. Fleksibiliteti do të hapë dyert për mundësi të reja. Ndërsa dita përfundon, rrethojeni vete me bukuri dhe qetësi, ndoshta me një shëtitje të qetë në mbrëmje ose kohë të kaluar në natyrë. Binjakë. Me hënën që banon në sektorin tuaj të komunikimit, elokuenca juaj natyrale theksohet sot. Idet rrjedhin lirshëm, duke e bërë atë një kohë ideale për rrjedhim ose për të shprehur mendimet tuaja në forume publike. Megjithatë, keni kujdes nga tendencat e shpërndara. Shumë shpërqendrime mund ta zbehin mesazhin tuaj. Financiarisht, energjia kozmike sot me favorizon analizat, rivlerësoni qëllime dhe investimet afatgjata, por shmangni hedhjen impulsive në skema të reja. Ndërsa Jupiteri luan rolin e tij, mund të ndjeni një dëshirë për të zgjeruar njohuritë ose për të udhëtuar. Bëni kërkime të plota për të siguruar rezultate të frytshme. Marrëdhëniet janë në një ekuilibër delikat. Sharmi juaj tërheq njerëzit, por dëgjoni në mënyrë aktive për të krijuar lidhje më të thella. Nga ana shëndetësore, mirëqenia mendore ka përparësi. Prandaj merrni në konsiderat aktivitete që stimulojnë kreativitetin dhe relaksimin. Për të ruajtur ritmin tuaj të shpejtë, integroni pushime të shkurtra gjatë gjithë ditës. Sonte, lexoni një libër ose angazhohuni në një bisedë të gjallë me dikë, pikpamjet e të cilit ju emocionojnë, duke pasuruar si mendjen ashtu edhe shpirtin tuaj. Gaforria. Emocionet janë të shtuara sot dhe përshtatja me intuitën tuaj do t'ju shërbejë mirë. Me hënën që ndriçon shenjën tuaj, një ndjenjë kujdesi dhe mbrojtje e nxit ndër veprimet tuaja. Jini të vëmendshëm ndaj nevojave familjare, pasi bisedat shëruese mund të zhvillohen tani, duke ofruar mundësi lidhje katarsike. Profesionalisht, ndikimi kozmik i sotëm nxit kujdes me angazhimet. Sigurohuni që të mos merrni përsipër më shumë se sa mund të përballoni pavarësisht qëllimeve të mira. Përqendrohuni në siguri, ndoshta duke rishikuar rrjetet e sigurisë personale ose financiare. Projektet krijuese fitojnë vrull ndërsa Venusi frymëzon pasione estetike. Shprehini këto përmes artit ose ridekorimit të hapësirës suaj. Nga ana shëndetësore, mbani mend rëndësinë e kujdesit për veten. Balanconi vaktet ushqyese dhe pushimin, duke energjizuar trupin dhe mendjen. Ndërsa marrëdhëniet lulëzojnë sot, qëndroni të vëmendshëm. Të dashurit vlerësojnë gjestet tuaja të përzemërta. Mbrëmja fton qetësinë. Një banjë qetësuese ose meditim paqësor rigjallëron shpirtin tuaj, duke vendosur një ton ngushëllues ndërsa kaloni drejt pushimit. Luani. Me diellin që energjizon shtëpinë tuaj të partneriteteve, bashkëpunimi është çelësi sot.
Konsideroni të kontaktoni të tjerët për sipërmarrje të përbashkëta ose aktivitete të përbashkëta, sinergjia nxit suksesin. Karizma dhe leadershipi shkëlqejnë duke tërhequr aleat në kauzën tuaj. Financiarisht, shqyrtoni me kujdes rreziqet e mundshme në investime. Planifikimi i qëndrueshëm tejkalon rreziqet e guximshme aktualisht. Në frontet personale, lejoni cenueshmërinë me të dashurit, duke nxitur dialogun e ndershëm që rigjallëron dinamikën tuaj. Ndërsa Venusi rreshtohet në mënyrë të favorshme, kreativiteti rritet. Kanalizoni frymëzimin në projekte që pasqyrojnë personalitetin tuaj të gjallë. Shëndeti juaj përfiton nga eksplorimi i rutinave të reja të fitnessit. Përqafoni ushtrime që fuqizojnë trupin dhe ushqejnë vetbesimin. Shoqërimi në mjedise ngrit se mban humorin të gjallë. Shmangni izolimin, ndërveprimet pasurojnë dhe zbulojnë perspektiva të vlefshme. Këtë mbrëmje, shijoni lavdërime ose thjesht relaksohuni me shok të ngushtë. Lëreni energjinë tuaj rrezatuese të udhëheqë transformimet, duke forcuar lidhjet dhe duke paralajmëruar prosperitet. Përdorni këtë nxitje kozmike për të parashikuar aspiratat e ardhshme me mbështetje besnike në krahun tuaj. Virgjëresha. Preciziteti është aleati juaj sot si në punë ashtu edhe në ndërmarrjet personale. Rreshtimi i Mërkurit mpre aftësitë analitike, duke e bërë këtë një kohë ideale për detyrat të orientuara drejt detajeve. Përdoreni këtë ndikim për të organizuar, pastruar ose planifikuar me kujdes projektet e ardhshme. Në çështjet financiare, buxhetimi i kujdesshëm tani përgatit terrenin për prosperitet afatgjat. Vlerësimi pragmatik është thelbësor. Nga ana shëndetësore, një dietë e ekuilibruar dhe rutinat e strukturuara rrisin mirëqenien, duke ju ndihmuar të lulëzoni mes orareve të ngjeshura. Në marrëdhënie, aftësia dalluese është e vlefshme. Angazhohuni me kujdes, duke siguruar që ndërveprimet përmbushin qëllime më të gjera. Ndërsa vetmia qetëson, vetanaliza mund të ofrojë qartësi mbi pyetjet e pasgjidhura. Profesionalisht, natyra juaj e plot ngre detyrat. Kolegët respektojnë njohuritë tuaja, duke rritur kështu rritjen kolektive. Këtë mbrëmje, aktivitetet e kohës së lirë që stimulojnë intelektin dhe kreativitetin, të tilla si enigmat ose shkrimi, krijojnë shtigje për t'u çlodhur. Përqafojeni këtë ditë si një mundësi për të rafinuar qëllimet me largpamësi të mpret, duke hapur një rrugë drejt arritjeve më të përmbushura dhe të bazuara. Peshorja. Nën qiellin harmonik të sotëm, gjetja e paqes brenda dhe përreth jush është qëllimi kryesor. Hëna arrit afinitetin tuaj natyror për ekuilibër, duke sugjeruar një rivlerësim të faktorëve stresues të kohëve të fundit. Kërkoni ekuilibrin ndërsa lundroni në ndërveprimet shoqërore. Ju keni një aftësi unike për të ndërmjetësuar mosmarrveshjet në mënyrë efektive. Financiarisht, Venusi sugjeron një qasje konservatore, veçanërisht në burimet ose partneritetet e përbashkëta. Bashkëpunimi çon në rezultate të dobishme reciprokisht, ndërsa vendimet e nxituara mund të prishin ekuilibrin. Kreativiteti arrin kulmin. Kënaquni me përpjekjet artistike që frymëzojnë kënaqësi estetike. Nga ana shëndetësore, praktikat holistike si meditimi ose tai chi rivendosin nivelet e energjisë. Marrëdhëniet personale lulëzojnë nën këtë ndikim të ekuilibruar, duke quar në lidhje më të thella. Hapuni ndaj cenueshmërisë dhe shprehni ndjenja të përzemërta. Ndërsa dita zhvillohet, kultivoni lidhje kuptimplote dhe përqendrohuni në dialogje konstruktive. Përfundimi i ditës në mjedise të qeta me ndriçim të butë ose muzikë qetësuese përfshin thelbin e qetësisë, duke mbështetur pushim të qetë dhe restaurues. Akrepi. Intensiteti juaj natyror merr një avantazh produktiv sot, pasi energjitë kozmike favorizojnë transformimin dhe rinovimin. Zhytuni thellë në projekte, pasi fokusi dhe vendosmëria sigurojnë sukses në arenat profesionale. Financiarisht, shfrytëzoni ndjenjen tuaj intuitive. Investime strategjike tregojnë premtime nëse bëhen me largpamësi. Në frontet personale, ndodhin përparime në marrëdhënie. Përqafimi i ndryshimit forcon lidhjet. Veproni mbi njohuritë për të sqaruar konfliktet e mbetura dhe ofroni mbështetje të palëkundur për të dashurit. Nga ana shëndetësore, ekuilibroni përpjekjen dhe përshtatshmërinë. Seancat intensive të stërvitjes të shoqëruara me praktika relaksimi ruajnë energjinë. Kërkoni aktivitete që sfidojnë aftësitë fizike dhe mendore për rritje gjithëpërfshirëse. Para se të bjerë mbrëmja, kushtojini kohë reflektimit personal ose shënimit në ditar, duke fituar qartësi mbi qëllimet e thella. Përqafoni projektet e pasionit dhe kërkoni mjedise që stimulojnë kreativitetin dhe inovacionin, duke transformuar pengesat e perceptuara në mundësi. Përpjekjet tuaja vendosin një precedent të përmbushëm,
duke shënuar sot si një moment përcaktues në evolucionin personal. Shigjetari. Aventura po ju thëret dhe bota duket e mbushur me mundësi sot. Ndikimi i Jupiterit inkurajon eksplorimin, qoftë përmes udhëtimit, arsimit apo përvojave të reja. Përqafoni mundësitë të mësuarit që zgjerojnë horizontet tuaja, duke nxitur rritjen personale dhe profesionale. Financiarisht këshillohet menaxhimi i kujdesshëm. Mundësia lind përmes rreziqeve të llogaritura të përputhura me vizione të afatgjata. Marrëdhëniet përfitojnë nga entuziazmi dhe optimizmi juaj. Megjithatë, sigurohuni që të komunikoni qartë për të shmangur keqkuptimet në entuziazmin tuaj. Ekuilibri është çelësi, ruani pak energji për kohën e lirë, pasi aktivitetet spontane rrisin gëzimin. Nga ana shëndetësore, përqendrohuni në lëvizje. Merrni pjesë në aktivitete në natyrë që inkurajojnë mirëqenien fizike dhe lidheni me natyrën. Kreativiteti theksohet. Kanalizoni frymëzimin në shprehje ose projekte kuptimplote. Ndërsa dita përkulet në mbrëmje, mendoni për aspiratat e ardhshme, duke ndërruar për aventura të mëdha që do të vinë. Ndarja e këtyre vizioneve me të dashurit mund të ftojë mbështetje dhe të ndezë emocione të përbashkëta, duke nxitur shtigje drejt udhëtimeve pasuruese. Britsjapi. Me Saturnin që ju udhëheq ditën, fokusi anon drejt strukturës dhe përgjegjësisë. Planeti juaj sundues krijon një themel të fortë për të përballur me detyrat me zell, ndërsa progresi mund të kërkojë durim. Përpjekja e qëndrueshme siguron përparime në përpjekjet profesionale. Në sferat financiare, konsolidoni burimet, buxhetimi strategjik forcon sigurinë. Kjo disiplinë shtrihet në jetën personale. Rrjetet mbështetëse lulëzojnë në angazhimin e vazhdueshëm, pasi autenticiteti nxit besimin. Rimendoni prioritetet, duke hedhur poshtë aspiratat e tepërta për objektiva kuptimplot. Angazhohuni në planifikim strategjik, duke përafruar qëllimet e karrierës me aspirata më të gjera. Shëndeti nuk duhet të lihet mënjan. Përfshini aktivitetin fizik që qetëson stresin dhe rikthen energjinë. Mbrëmja fton momente reflektimi, vlerësoni arritjet e sotme kundrejt aspiratave afatgjata. Ndërsa Venusi energjizon lidhjet familjare, kujdesi për të dashurit forcon lidhjet, duke kapërcyer distancat emocionale. Kaloni në një mbrëmje relaksuese duke vlerësuar fitoret e vogla dhe duke u përgatitur për përpjekjet e nesërme me një ndjenjë të ri për të rirë qëllimi. Ujori. Përqafojeni ndryshimin ndërsa Urani, planeti juaj sundues, përshpërit për inovacion dhe transformim sot. Mundësi për përparim në drejtime të papritura lindin, veçanërisht në teknologji ose fusha krijuese, qëndroni të hapur ndaj zgjidhjeve jo konvencionale. Energjia e Uranit gjithashtu nxit avokimin social. Merrni në konsiderat pjesëmarrje në projekte komunitare ose krijimin e rrjeteve në nivel global, duke nxitur bashkëpunime progresive. Njohuritë financiare vijnë intuitivisht. Besimi në instinktet tuaja mund të zbulojë burime alternative të ardhurash. Lidhshmëria emocionale thellohet. Përshtatni fjalët me qëllimet për të forcuar lidhjet e vendosura. Në shëndet, eksploroni ushtrime të ndryshme ose plane dietike. Çdo hap i ri përshtat stilin e jetës drejt mirëqenies. Mbrëmja sjell vetanalizë. Reflektoni mbi përparimin personal, duke rikalibruar ambicjet sipas nevojës. Gjatë gjithë ditës, ushqeni spontanitetin, duke lënë hapësirë për momente të rastësishme për të pasuruar udhëtimin tuaj. Angazhohuni në diskutime që sfidojnë perspektivat, duke shtyr kufit intelektual. Ndërsa dita po afrohet fundit, shijoni zbulimet e mbledhura nga sot dhe nxisni mirënjohjen për drejtimet e reja të zbuluara. Peshqit. Sot ndikimi i buti Neptunit sjell val kreativiteti dhe intuite. Natyra juaj empatike lulëzon duke i afruar njerëzit. Shfrytëzojeni këtë energji për të shëruar ose ndihmuar të tjerët. Ndjekjet artistike lulëzojnë duke e bërë këtë një ditë optimale për të angazhuar në përpjekje imagjinative ose projekte që pasurojnë shpirtin. Financiarisht, mbani një sy vigjilent ndaj shpenzimeve. Shpenzimet e çuditshme mund të devijojnë nga kursi nëse nuk kontrollohen. Marrëdhëniet e ngushta përfitojnë nga vëmendja juaj. Të kuptuarit e perspektivave të dashurve thellon lidhjet, duke krijuar ndërveprime harmonike. Në sferat profesionale, lejoni që shpirti juaj vizionar të udhëheqë projektet, por ankoroni idet me hapa praktik. Sa i përket shëndetit, jepini përparësi pushimit dhe rikuperimit, duke ushqyer ekuilibrin tuaj emocional. Konsideroni të përfshiheni në aktivitete si meditimi ose një banjë qetësuese për të përqendruar energjitë tuaja. Duke hyrë në mbrëmje, angazhohuni me muzikë ose art për të çlodhur. Merrni forcë nga qetësia e brendshme.
Një mendësi e qetë përcakton tonin për rigjenerim dhe frymëzim të ri për të rirë, duke ju përgatitur për aventurat e nesërme. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.